Selamu alaikum të dashur miq, kjo është takimi ynë i radhës përmes emisionit të çdo dite të bekuar të Ramazanit. Pas namazit të teravive ne takohemi për të realizuar këtë takim, pra dritaren e agjeruesit, një mundësi që ju të na telefononi dhe ti drejtoheni të ftuarit ton me pyetje. Me ne sot në studio është Hoxh Sadat Rustemi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se vjen. Hoxh, sigurisht që jemi të hapur për telefonuesit, por do doja që në fillim pak të flasim për çështjen e namazit, sepse konsideroj që Ramazani është pikërisht ai muaj që besimtari mund ta të jetë më i përkushtuar, por edhe ta përmirësoj raportin e tij me namazin. Cilat janë ato mekanizma që më së shumti ja lehtësojnë besimtarit këtë? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavatim pejgamberit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Po vëlla bojar, muaji Ramazanit siç dhe kemi promovuar dhe promovojnë ligjëruesit, hoxhallarët, gjithandej gjatë këtij muaji të begat, ashtu e trajtojnë si shkollë e përgatitjes, e stërvitjes, shkollë e cila përmison besimtarin të gjitha segmentet e jetës e tij dhe në radhë parë në raport me Zotin e Madhërisht. Kjo shkolla Ramazanit. Prandaj këtu e kemi edhe namazin, pra brenda Ramazanit e kemi namazin, prandaj është mundësia më e mira, më e arta, më e favorshmja, më e volitshmja, më tepërmi që e inkurajon dhe shtyn besimtarin për të afruar te Allahu, është për muaj Ramazan përmes namazit. Por gjithsesi që sikurse edhe veprat të tjera, për me apliku mirë dhe me dash, duhet me njoft. Ky është rregull, po aq sa i njohmi gjërat edhe i duam dhe joshemi pas tyre. Dhe patjetër që për namazin më së miri na flet Allahu xhelle xhelalu në librin e tij, po ashtu na flet edhe pejgamberi alayhis salam. Dhe kërkohet që ta studiojmë, ta lexojmë, është tani edhe momenti që në muajin e Ramazanit ta lexojmë më shumë Kur'anin, sepse është edhe muaji i Kur'anit. Siç thonë studiosit që mbi 70 vende në Kur'an Allahu xhelle xhelalu thret në forma të ndryshme për faljen e namazit. Pra kjo thirrje kaq e shumt për faljen e namazit determinon që kemi të bëjmë diçka të veçantë. Pastaj ne e dimë që namazi është prej veprave që më së shumti e don Allahu xhelle xhelalu. Është obligimi i parë që ose prej shtyllave të para që jemi obliguar me të, madje duke qenë pejgamberi sa në mirazh, në qiell është bërë obligim falja e namazit dhe kështu Allahu xhelle xhelalu në shumë citate na thret, madje e ka lidhur Allahu xhelle xhelalu në Kur'an shpëtimin ton përmes faljes së namazit. Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, kapitullin al-mu'minun ku Allahu xhelle xhelalu numëron radhazi disa vepra që shpëtojnë besimtarin. Kështu e fillon Allahu xhelle xhelalu këtë kapitull, qad aflaha al-mu'minun, pra kapitullin e besimtarëve. Veç kanë shpëtuar besimtarët, radhazi numëron Allahu disa kategori të besimtarëve derisa të vijë dhe ata të cilët pra janë të kujdesshëm në faljen e namazit të tyre. O fjala, në falje edhe në cilësi, që të dyja këto. Pra namazin e afron tek Allahu xhelle xhelalu, nuk ka një obligim që është më i madh, që ka pozitë më të madhe tek Allahu xhelle xhelalu se falja namazit, pastaj namazin e rregullon neve dhe statusin e jetës. Praktikisht namazi, siç Allah një lloj disipline, gjithsesi, është disiplinë në raport me Allahun, është disiplinë në raport me vetveten, se kemi të bëjmë me pastrim, kemi të bëjmë me rregullim të kohës, siç dhe Allahu xhelle xhelalu këtë thekson Kur'an inna salata kanat alel mu'minina kitaban mawquta. Vërtet namazi për besimtarët është një kohë decisive, është e prerë, është pra që të falet në kohë të caktuar. Kohë të caktuar, pastaj kjo kohë e faljes së namazit ne rregullon edhe principe tjera të jetës. Pastaj namazi është një shtytës i cili
na pengon nga veprat e liga, siç thot Allahu xhalla xhelaluhu, eqimi salate inna salate tenha anil fahsha'i wal munkar, falë namazin, se vërtet namazi të stopon, të largon nga veprimet e pshore, pra fjalët jo të duhura dhe veprimet jo të duhura, po ashtu edhe nga mëkatet. Pastaj shumë citate tjera inkurajuese që Allahu xhalla xhelaluhu numëron, dhe nëse qasemi këshillave profetike të pejgamberit alayhiselam për namazin, po ashtu kemi të shumta. Ndërto, thot pejgamberi alayhiselam, ai i cili e fal namazin do t'i bëhet dritë në ditën e gjykimit, do të jetë argument për te dhe do të jetë shpëtim. Ai që nuk e fal, nuk ka dritë, nuk ka nur, nuk ka argument mbrojtës, po edhe nuk do të shpëton. Pra, ka shumë rëndësi ky informacion për ata cilët edhe janë në dilema se të vazhdojnë pas Ramazanit me namazin apo jo, sepse në Ramazan janë më të përkushtuar, e sidomos me namazin e teravive. Sigurisht, dhe më thonë është lidhje më e mira nëse duam që të jemi në kontakt të vazhdueshëm, do të thoya si epilog i krejt asaj, se përndryshe me 10.000 argumente të thurura për namazin, por është lidhja më e fuqishme, më e mira me Allahun xhalla xhelaluhu, prandaj edhe një prej kuptimeve të nocionit të salat për në gjuhën arabe është për kontakti i vazhdueshëm i robit me Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe tashmë ne kemi telefonues të cilët presin për të inkuadruar, e inkuadrojmë telefonatën e parë. Alo? Alo, Ornoni? Selam aleikum. Aleikum selam. A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Ju? Alhamdulillah. Ne jam Alberti. Po, Albert, si po kalon? Alhamdulillah, tash të ju dëgjoj juve. Sa do që këtë tema përsëritën gjithë, kur bajat nuk të bohen. Ajo që du me thonë është se me njëherë pas deklarimit të shahadetit se nuk ka zot që meriton të adhurohet, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dhe i dërguari i tij, me njëherë vjen shtylla e dytë namazi. E që du me përmend është edhe durimi, dhe më thonë se Allahu ka thonë, o ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz. Allahu ju shpërblet për mundësinë. Amin. Shëndes ju në studia dhe Hoxhën Sadat Rostemin, edhe gjithë shikuste dhe gjuste pistiviste dhe Radio Kriterjes. Të falenderit shumë, Albert. Kënaqësi që u dëgjuam. Kënaqësia për mu. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam wa rahmatullah. Ndërkohë, ne pas Albertit do të vazhdojmë me presim një tjetër telefonat. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndet Fortun Sadat, të gojar. Faleminderit. Cilat janë pyetjet? Pyetja parë është, të ishte me ditë të Hoxhës, është në rregull apo shirdos me verbus, do ka disa xhamia që po folën shumë shpejt. Edhe njëherë të lutem pyetjen e parë se kuptuam? Disa xhamia po folën shumë shpejt aravit. Falja e shpejtë e teravive, po? Po, shumë shpejt, po. Qartë, pyetja tjetër? Pyetja dytë, unë jam në vëllë musliman, i falit ka zokë me gjë Koran kaj, po kam mendime dhe zë se dim, Allah në ujtë ku uja dhe thonë. E po më vinë disa qyte, disa mendime që më dhe nuk uja dhe thonë, dhe shtatë më ditë me ujtë simit e kalua ato, dhe thonë. Allah në ujtë. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Pra, fillimisht e patëm Albertin, i cili bëri një shtojc në temën që trajtuat. Po, është shumë e vend. Do thotë se kështu Allahu xhalla xhelaluhu e promovon të çështja e vlerave të namazit, siç tham ka 10 citate që flasin. Allahu xhalla xhelaluhu ka kërku ose na ka sugjeruar nëse dënë me kërku mbrojtjen, ndihmë tek Allahu xhalla xhelaluhu, kërkoni përmes durimit, edhe pse Ibn Abbas radhiyallahu anhu dhe të tjerë thonë që fjala me durim këto është pikërisht agjerimi. Pra me durim, me tërsinë e durimit, madje vetë agjerimi, durim dhe me namaz. Pra përmes namazit kërkojmë ndihmën e Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe gjithsesi që namazi është domethënë shtylla e parë, siç tham, pas shahadetit, prandaj është shtylla më fundamentale tek Allahu xhalla xhelaluhu, dhe në anën e kundërt, siç thonë dietarët e Islamit, nuk ka diçka ndonjë vepër që rrezikon besimtarin pas paganizmit më tepër se sa lëndja e namazit, praktikja e namazit. Prandaj për muajin e Ramazanit mund të themi kështu me pak fjalë, është mundësi e artë
që besimtari pra të përkushtohet, fillimisht të zotohet në faljen e namazit gjatë muajit Ramazanit dhe t'ja besën Allahut që do të vazhdon me namazet pas Ramazanit, sepse ky Zot, cilin adhurojmë në Ramazan, është edhe pas Ramazanit. Pastaj zbehja, lënja ndonjë vepre, sidomos shtyllave të Islamit e me thekë veçantë namazit pas Ramazanit, është një shenjë jo e mirë, siç thonë dietarët Islam, sepse vazhdimësia e veprave pas Ramazanit determinon pranimin e atyre veprave në Ramazan. E kështu që inkurajoj të gjithë audiencën që po na përcjellin, ata të cilët posa kanë filluar këtë vit të falen, pra të vazhdojnë me namaz, sepse falja e namazit, përveç shpërblimit, përveç që shtyllë e Islamit, pra është një fuqizim për jetën tonë. Sepse jeta ka sfida, jeta ka vështirësi, dhe ne gjithandaj ndëgjojmë për shembull psikologët të tjerë që na inkurajojnë që në raste të krizave të bëjmë veprime të ndryshme, nuk ka ndonjë veprim që është më profitabil dhe më i dobishëm se sa falja e namazit. Lidhja me Allahun, me shpreh Allahu xhela xhelalu kërkesat dhe ankesat tona. Pra në të gjitha aspektet, namazi është në shërbimin tonë dhe është në dobijen tonë. Thotë në disa xhami po i falin taravit shumë shpejt. Një koment. Po ka në disa xhamia që falet më shpejt se sa në disa të tjera, po tash varësisht se personi çka e llogarit shpejt dhe çka e llogarit do thotë më ngadal, parimisht namazit taravive është parapaq që të falet ngadal. Kështu është esenca namazit taravive, sepse namazit taravive parimisht pra është namaz vullnetar. Është namaz i natës, është namaz vullnetar dhe kërkohet pra nga ne si imam fillimisht që namazin e taravive të falim mesatarisht dhe më qetë dhe më ngadal. Nga njëherë ka presion prej disa, po themi, kushtimisht xhamatlive që kërkojnë, i bojnë dikuj prej hoxhallaure presion që me falë më shpejt, mirë po, do thot me gjithat duhet me u mundu që namazin taravi me falë, pra sa më ngadal, me qëllim që të paktën të lexohet Fatihaja mirë, pra suratul Fatiha, citatet që lexohen qetë, ngadal, rukuja të ruhet, sejdja, pra namazliu, namazfalsi të nin qetësi namaz dhe jo lodhje. Të mos ndin lodhje me faljen e namazit ose pas faljes namazit, por të nin qetësi. Mirë po kemi, alhamdulillah po themi, qoftë këtu në kryeqytet, qoftë në qytete tjera, ka xhamia që falen më ngadal, kështu që pyet si ka mundësi me përzgjedh. Thotë në anën tjetër kam probleme me vezvese, cytje, mendime negative, saqë edhe nuk mund t'i përmend, thotë këtu. Ju lutem thotë një këshill se si ta t'i kaloj këtë situatë. Këto problematika kanë qenë në fakt që nga koha shpalljes edhe tutje dhe vazhdojnë të jenë përditshmëri e një pjesë të njerëzve, sidomos fillestarët që fillestarë në praktikimin e fesë, problemi i vezveseve ose problemeve obsesive, i cytjeve, i fiksimeve, pra është problem i hershëm e që kryesisht ndërlidhet me dy probleme. Ndërlidhet fillimisht me çështje të trashëgimisë, sepse këto trashëgohen qoftë nga anëtarët e familjes ose nga paraardhësit, dhe në anën tjetër ka të bëjë me aspektin e cytjes djallëzore. Pra djalli shejtani shfrytëzon rastin me e cyt personin, mirë po në të dyja rastet dën trajtim. Dhe trajtimi është fare i lehtë. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an thekson thotë wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Nëse të cyt ty djalli me ndonjë cytje, thuje istiadhen, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra është fare e lehtë, Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka kërku as abdesim, as nuk ka kërku me fal namaz, as nuk ka kërku me dhon diçka. Me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe mos m'ia dhon vëmendjen mendimeve negative, se këto janë mendime negative, do thotë mendime jo të mira, pra mos u merr me to. Zakonisht personat që kanë këto probleme i egzagjerojnë vet, i hiperbolizojnë, madje nxjerrin vet deklarata. Pra që mu Zoti nuk më dën, mu Zoti nuk më jep e kështu me radhë, e që në realitet e kundërt është realiteti, se derisa Allah ta mëson, pra me thon shahadetin, me fal namazin, je besimtar, ti je rob i mirë i Allahut. Pra dietarët islame konsiderojnë këto një lloj sprove, por parimisht kur Allahu e dën robin e tij e sprovon. Prandaj në fakt do duhej me u forcu
përmes këtyre sprovave dhe jo me u plagështu, me një lloj plagështie. Në aspektin psikologjik, siç trajtojnë do thotë edhe psikologët, kjo don trajtim. Fare thjesht dhe lehtë, siç thonë edhe ata që janë thirrur në këtë lami, pra problemet negative ose problemet obsesive, mendimet negative ose fiksimet nuk dojnë mua dhënë vëmendjen, sepse janë mendime të kota ose janë mendime iluzjare që faktikisht personi do thotë i sjell ose mirret me to që në fakt ato nuk prodhojnë diçka, nuk prodhojnë ndonjë negativitet. Mirë po vinë si rezultat i problemeve ditore ose personalitetit personit. Janë disa persona që janë persona senzitiv, të prekshëm, të ndihshëm, do thotë ndikon nga faktorët e përditshëm, dhe tani mendimet negative që tham, ose mund t'i ketë trashëgu, ose mund t'i ketë marrë, sikur a jap vëmendje dhe i bën temë ditore ato. Kështu që braktisja ato merru me gjërat elementare, te kalon më shpejt. Te kalon më shpejt edhe në fakt me kalimin e kohës edhe përjashtohen. Mirë, vazhdojmë tutjet, shohim çfarë janë pyetjet në vazhdim. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndes gjithë. Faleminderit. Jam një fillestare e leximit Kuranit. Po mësu përmes YouTube-s, po mendoj që nuk mund me kry krejtë, më thonë me bo hatme. Edhe tash më thonë për vëdicën e fundit, për namaz natë, për disa ditë përpara, kur kum fal me sure të shkurta. Po. E a bën tash për shembull për mos me hub kohën, për me lexu pak më shumë, a bën prej ndan surës të shkurt me lexu një faqe për shembull një surës të mri. Edhe pse nuk di nashta mirë me lexu se tekstin edhe se çditën e kompjuterit dikon rregullat, po krejt besoj që si kum kryse po hasit, ku lexu po hasit do çaja që nuk po vakje nuk i di çka. Po, e qartë. A ma shumicën i ku mësu. Faleminderit. Ashtë e qartë, a kuptove? Po, e kuptuam, faleminderit. Do të vazhdojmë një tjetër telefonat në vazhdim. Alo, telefonata e radhës. Ata me mbroma. Mirë mbroma. Ju përshëndet për juve dhe hoqën e nderuara. Faleminderit. A që me qëllu shpet nesht, jam ledzu si madhë, jam pa punë, edhe të shërën me ditë të gjitha ditërit. Cërët vepra janë të dëbeshme me ledzu për mu, për ditërit të dëbeshme për me vitu edhe këtë botë edhe aretin. Faleminderit, Allah ishë problem. Faleminderit edhe juve. Alo, telefonata e radhës. Punoni? A mund të shprej fillimit me bo pyetjen, se nuk e dëgju më herët? Po? Edhe nuk e dhja të hëndjëra, shakamu. Po bëhet e pa qartë. Edhe njertë lutem, si është pyetja? E ka lexu Kuranin? E ka lexu Kuranin të dhe, nuk e ka di. Po mi e keq, provo të më thirrësh më vonë, ndoshta do të jetë linja më e qartë. Inkuadrojmë telefonatën tjetër, alo? Mbrëma. Mirë mbrëma. Dashta një pyetje hoxhës. Cila është pyetja juaj? Unë jam e smucën e pejnoj Ramazanin, po e kum pagu për një shutje. E pramba i hoxha që ketë ti në emision, tha 2 shutje duhet mi pagu. A ke që kuptova, nuk e di. Thash ma spjegoni edhe një herë, nëse duhet 2, sa është Ramazani, ta shpagu. E qartë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Natën e mirë. Natën e mirë. Vazhdojmë tutje, marrim një tjetër telefonat. Alo? Apo do të kthehemi përgjigjeve mirë? Thot, jam fillestare në lexim të Kuranit, e kam mësuar përmes internetit, tani në namazin e natës. A bën të lexoj prej Kuranit duke qenë në këtë gjendje të leximit? Po. Secili me mundësinë që e ka, e bën ibadet Allahun xhel xhelalu. Çështja e përsosmërisë së Kuranit është një çështje profesionale që
edhe ata që janë të profilizuar, do thotë gjatë të jetës punojnë për me e lexuar sa më mirë Kur'anin. Kështu që aq sa mundet aja me ta fal namaz, qoftë me sure të shkurta, qoftë me të gjata, po bën kombinimin mes leximit të Kuranit edhe mes faljes së namazit. Pra, kohë pas kohë fal namaz, pjesën tjetër përmend Allahun, sidomos tani që edhe pak do të hyjmë në 10 e fundit, dhe bën kombinim pra mes faljes së namazit dhe leximit të Kuranit për atë sa din dhe si din, por i sugjeroj pyetjes edhe të tjerëve që mundohen që të kenë mësues të mësimit të leximit të Kuranit. Vazhdimisht, pra, jo vetëm këtë kohë, po vazhdimisht edhe pas Ramazanit që të mësohet sa më pastër leximi i Kuranit. Lexoj shumë cilat janë vepra më të mira me lexu për me pas dituri të dobishme në këtë botë dhe në botën tjetër. Po, këshilla ime është që është mirë me lexu, do thotë me dhënë prioritet leximeve, fillimisht pra me lexu rreth njohjes së Allahut xhela xhelaluhu, është shumë e rëndësishme të lexojmë sa më mirë dhe më drejt e njohim Allahun xhela xhelaluhu, të njohim pastaj përgjithësitë tona që i kemi karshi Allahut xhela xhelaluhu. Pra, këto shkojnë, do thotë hap pas hapi, jo për një herë, jo në të gjitha lëmit lexojmë për një herë, por do thotë një kohë lexojmë për shahadetin, vlerën e shahadetit, pastaj vlerën e namazit, vlerën e agjerimit, nëse ka obligim zakatin, lexojmë për zakatin, e kështu me radhë, pastaj njohjen e Allahut xhela xhelaluhu, njohja e Allahut xhela xhelaluhu njihet përmes njohjes së emrave dhe cilësive të Allahut xhela xhelaluhu. Pastaj lexon për veprat e mira që i don Allahu xhela xhelaluhu, që janë besimi në Allahun xhela xhelaluhu, pastaj prap i kthehemi shtyllave të Islamit, e kështu çdo vepër e mirë që na afron te Allahu, lexo kohë pas kohe, por normal duke bë kombinimin mes tyre, mes pra aspektit të besimit dhe praktikës, sepse na nevojitet me nda kohë me mësu me u fal mirë. Do thotë detajet e namazit, detajet e agjerimit, e kështu me radhë, pra, kohë pas kohë lexon, por pa e sikletu vetveten, pa i dhënë një lloj kompleksi vetvetes, sepse njohuritë e Islamit nuk përfundojnë edhe nëse ne tërë jetën tonë e funksionalizojmë lexim, nuk mund t'ja dalim që t'i lexojmë të gjitha gjërat, por lexojmë do thotë pak nga pak të gjitha gjërat cilat na i kemi obligim dhe jemi të thirrur për to. Thotë Esamur, kam pagu nga një shujt, por kam dëgju mbrëm, në fakt e kishim mysafirin i cili deklaroi me nga 2 shujta, por nëse zgaboj edhe nga regjia po më plotësojnë, pyetja ka qenë për babën dhe nanën, pra me pagu nga 2 shujta në kompenzim të agjerimit. Si do qoftë, shumën që i kanë nxjerrë kjo mjafton. Shumën që i kanë nxjerrë, çfarë do shumë qoftë, ajo mjafton. Sepse këto janë vetëm sugjerime të dietarëve, një lloj kalkulimi. Po, por ndryshe sigurisht hoxha ka thënë që mesatarisht aty sillet diku rreth 150 euro do thotë për një person, edhe kjo mjafton. Po edhe nëse nuk i ka mundësi për 150 euro, 100 euro, do thotë edhe ajo do thotë kryen sepse personi për aq sa ka mundësi edhe investon. Qartë, do të vazhdojmë tutje, mirëpresim telefonatat të tjera. Alo? Alo, Noni? Jeni inkuadruar në emision? Më ka ndodhë me përdojë diçka detergjent, edhe në kohë që përdojë detergjent në agjerushëm... Falë, lutëm, a bën edhe një herë për fillimit, sepse... Po? Agjerushëm që jam, e kom përdojë një detergjent, edhe ajë detergjenti më dikoj qilta më djeke, a më ka prish, unë e vetëm e kom shpërla me tomel, edhe kom qitë jashtë, e po më thoi që tu ka prish, a është të vërtet? Më falë, lutëm, qëka ka ndodhë, ke përdorë detergjent? E kom përdorë një detergjent. Po? E ti të lakë në kërshtin. Edhe në qatë moment, mu më djekë mas një kohë, më djekë qilta, nuk më isha me dëru. E ki nisha ditë si djekëtin. E shpërlava me tomel. Edhe atjere mu hekë pak e sa e, po unë e kom qitë jashtë, se kom përvi. Pra, probleme... A mu ka prisha gjërimi... Ke pas probleme me gojë, diçka, po? Po, ati cilëta më djeke, apo më kuftan? Me qumsht? E ke shpërla? Po, me qumsht e kom shpërla, edhe ke nëzirë jashtë? E më thënë që tu ka prisha gjërimi. A është të vërtet? E qartë, e kuptuam, falimderit. Falimderit, shumë falimderit.
Vazhdojmë tutje, telefonata e radhës, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, të lutem largo prej televizorit ose na dëgjo me telefonin pa interfon. Apo më dëgjon tani? Po. E kam një prap ky problemi njëjtë. Po mirë, vazhdo bëje pyetjen shpejt e shpejt. Desha me pyet hoxhën, vetri i atis, kam dëgjuar se falet 12 forma. A ka mundësi me tregu para prakisht cilat forma janë ato? Shumë janë me i përmend. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Mirë, do të vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dishta me bo hoxhës një pyetje të lutem? Po. Unë jam momentalisht të bua Kur'anin me hafize. Po masi që të kry me hafize, atë pjesën që e lexoj me hafize, lexoj edhe një herë. Për me bo hatmë në vetëne. E ke fjallën për mukabele në xhamia, po? Po, mirë po online. E qartë. E bën për herë të dytë vetë? Për herë të dytë mas me hafize, për shembull vazhdoj ato faqe që i kom ngu me hafize, i lexoj edhe vetë. Në mënyrën tem kuptohet sa divën. E qartë. Arabisht. Po, e kuptuam. Faleminderit. Thot e kam shpërlar gojen me qumësht për shkak të problemit që i ka shkaktuar detergjenti. A e ka prish agjërimin? Jo, nuk e ka prish agjërimin, derisa nuk futet diçka, pa nuk shkon fyt edhe nuk shkon lukth, nuk prishet agjërimi, por normal që nuk parapëlqehet. Do të përveç ujit, sepse me ujë na jemi të thirrur me shpërla gojen kur të marrim abdes. Shkak të abdesit, po. Mirë, po nuk parapëlqehet që të futet ushqim. Pra konsiderohet për mekruhateve, po këtu një këshill për gjitha femrat, me që u bë pyetja, u parashtru, të jenë të kujdesme gjatë pastrimit, gjatë ditës, pra kur janë duke agjëru, në përdorimin e detergjendeve të cilat pra janë aromatike dhe janë të rana, kështu që mundin me mundu personin, dhe të jenë të kujdesme, sepse mundin edhe mu alivanos, për shkak të, do thot, të forcës që kanë kimikale, edhe për shkak se personi është duke agjëru, ky le të jetë kujdesi. Pas iftarit është më lehtë pastaj me pastru, dhe nëse ka nevojë pastaj me përdor ndonjë, po themi qumsht ose diçka tjetër, e ka më të lehtë. Kështu që qëllimi është me rru shëndetin gjatë ditës së agjërimit, mos me bën ndonjë veprim që do thotë vështirëson gjendjen shëndetësore ose rrezikon agjërimin. Por ndryshe do thotë agjërimi i saj nuk është prish, vazhdon për agjërim dhe s'ka nevojë me kompensuat ditë. Qartë, ndërkohë kemi edhe shumë pyetje që po na vinë, gjithsesi disa prej tyre do t'i trajtojmë. Vitri i acis, pra namazi vitrit, kam dëgjuar që i ka 12 forma, na përmendni disa prej tyre. Po. Sipas mëdhëbit Hanefi është vetëm një formë. Kjo që falet, do thotë 3 rekate, 2 rekate falen, tehijat, falet rekati 3, është vetëm një formë. Shkolla tjera juridike kanë edhe forma tjera me dhëbe tjera, por me që në vendin tonë falet vetëm një formë, kjo është. Por ndryshe falet 2 rekate, ipet selam, pastaj falet 1 rekat tek, ka formë tjetër që falet vetëm një rekat, sepse vitër është tek, do të thotë. Ka formë tjetër që falet pa tehijat fare, do të thonë 3 rekate radhëzi, këto janë disa prej formave më të njohura. Lexoj online mukabele dhe pastaj të njëjtat ajete i përsëris, po të njëjtat faqe edhe vetë. Shpërblimi dyfisht hoqë këtu apo si? Sigurisht, se edhe në kisha të vështirë me kuptu se çka po dënë malu do pyetja, po besoj që të shpërblimi e pa qëllimin, pra pa dyshim që edhe e konsiderohet hatme, edhe e konsiderohet shpërblim, pra një që e thot para mësuesës, edhe një tjetër që e përsërit vetë, ose përmes do thotë online dhe një recitimi, për këto të gjitha inshallah ka shpërblim. Mirë, do të vazhdojmë me telefonata pas pak, por do të lexojmë edhe disa mesazhe. Thot, a bën, thot, t'i djegim disa letra në cilat fëmijët kanë shkruar ajete, apo disa libra të vjetra të cilat kanë përmbajtje fetare?
Po, djetarët islam preferojnë që letra, fleta, ku ka të shkruar emrat e Allahut, ose citate kuranore, ose bismillahe të ngjashme, dhe kanë frikë që nuk mund të ruhen, është më mirë mi djeg. Është mirë mi djeg, se sa do thotë të gjuhen, pra të hodhen, ose të luajnë fëmija me to, pra është më mirë që nëse s'ka mundësi të ruhen të djegen. Mesazhi tjetër thotë, a bën me mbyt veten në Ramazan, se s'kam shpresa, mu kanë fikur dyert, jam 20 vjet. Sigurisht unë mendoj që ky djalosh ose ky i ri ose kjo e re do thotë ka nevojë që të takohet me ndonjë hoxh edhe të bisedon, sepse muaji i Ramazanit është pikërisht muaji i shpresës. Nga se që në ditën e parë të Ramazanit janë hap dyert e xhenetit. Dyert e xhenetit janë hap për neve. Pra, vetëm ne kemi thonë disa herë vetëm që jeton Ramazan, kjo është mbarësi dhe mirësi, vetë që jeton. E pastaj ai që edhe agjeron, pra sepse ka mundësi dikush që jeton, por nuk ka mundësi me agjeru për shkaqe shëndetësore. Por vetë që jeton Ramazan është fat. Pra, fatlum është ai i cili që jeton Ramazan, sepse dyert e xhenetit janë hap, mëshira e Allahut xhelel xhelal është gjithandej, pranimi i lutjeve është i madh. E kështu që nuk ka vend për dëshpërim, sidomos në Ramazan, por kemi nevojë ne të rregullojmë raportet tona me Zotin e Madhërisëm. Pra, t'i kthehemi Allahut xhelel xhelaluhu, sepse zakonisht ky dëshpërim padyshim që vije prej djallit. Shejtani don që edhe në Ramazan, sepse do thotë djajt shfrytëzojnë rastin, ani pse të prangosur janë siç cekin dietarët islam që të çështja e prangosjes së djajve, nga se disa thonë që ose mendojnë të paktën me që ka ardhur në hadith që në muajin e begat të Ramazanit prangosen djajt. Këtu në disa transmetime ka djajt e rebeluar prangosen. Ka një transmetim të Imam Ahmedit që prangosen djajt për ata që agjerojnë, për ndryshe djajt domethënë janë aktiv. Sido që tjetë, do thotë çështja është që ne personi mos të bën mos qet hapa të mëdha në jetën e tij, sepse shpesh njerëzit duke menduar me bë hapa të mëdha dhe nuk mund të realizojnë ato, kalojnë në dëshpërim. Por nuk ka vend për dëshpërim. Është momenti me u pendu, me u kthy Allahut, fillo me namaz, fillo me shku në xhami, i sheh të tjerët, çush po jetojnë të tjerët. Dhe fillon pra me ushqy aspektin shpirtëror, se zakonisht personat që kanë ide të tilla, pra janë të zbrazur nga aspekti shpirtëror. Kemi nevojë pra me forcu lidhjen me Allahun xhelel xhelalu. Nga se veç mendimi për me dhënë fund jetës është mëkat. Lere me marrë një vendim të tillë. Nuk ka do thotë konsiderohet për gjëra shumë të mëdha zotëruna, do thotë ky vendim ose mendimi për me dhënë fund jetës. Absolutisht Allahu xhelel xhelaluhu i ka të gjitha gjërat që i ka kriju në shërbim tonin dhe i ka favorizu për neve. Allahu xhelel xhelalu thotë wa laqad karramna bani Adem, ne kemi fisnikëru birin e Ademit, dhe si rezultati i fisnikërimit Allahu na ka dhënë të gjitha këto të mira, ka kriju xhenetin për neve dhe të gjitha mirësitë në xhenet na prisin neve. Atëherë, nëse personi mendon një çështje të tillë, ka ja ka mësuar me shku, duke qenë se zotëruna mbytja vetvetes, pra rrezikon të ardhmen e tij, pra ndeshkohet me zjam. Atëherë, edhe dëmtimi i jetës së kësaj bote, edhe do thotë ndeshkimi do thotë në ditën e gjykimit ose në botën tjetër. Kështu që me krejt këto të mira që Allahu na ka dhënë, s'ka vend për me mendu për keq. Lërë më me marrë një vendim të tillë. Mirë, po ka nevojë me ridimensionu jetën e tij. Kjo me kthy Allahut, mu pendu tek Allahu xhelel xhelaluhu, me mendu se jeta nuk është çyshe mendon një person. Shpesh njerëzit mendojnë që jeta është çyshe mendon individi. Jo, jeta është pra më e lumtur se kaq. Është më e bardhë se kaq. Njerëzit mendojnë që jeta është krejt zi. Pse? Si rezultat që nuk po i realizohen 2-3, po themi prej projekteve. Jo, ka shumë projekte tjera që duket prit, sepse jeta e kësaj bote është e lumtur dhe e ardhmja po të pret. Pra, e ardhmja është në favorin ton. Nëse nuk është realizuar diçka në të kaluarën nga ajo që kemi menduar me realizu, di se ajo që po vijë është më mirë se ajo që ka kalu. Kështu që nuk ka vend për dëshpërim, por ka vend që ne të ulemi me dikon që është më i thirrur dhe të bashkëbisedojmë, të trajtojmë gjërat një nga një, nga se nganjëherë grumbullohen pra
problemet, ose mos zgjidhja e problemeve, si që thash edhe më herët, të rinjit i qesin hapat e mëdhej në jetë, pra kanë pritshmëri të mëdhaja, mos realizimi tyre e kalon dëshpërim, mirë po nuk ka vend për dëshpërim, sidomos në Ramazan, ne jemi shumë të lumtur. Pra është mirë të takohen me një hoxh në këtë rast, të flasin hapur, të tregojnë ndertin e tyre. Patjetër duhet me u taku, në asnjë formë mos me leju mu izolu, sepse këto mendime do thotë sikur e bojnë të do thotë i don personi, e don izolimin ose vetë izolimin, dhe kjo është tepër e rrezikshme. Pra, socializohu, aq më tepër po them tash në Ramazan me shku në xhami, me fal namazin, i takon të tjerë, edhe të tjerë kanë brenga, kanë probleme se jeta e kësaj bote, natyra e saj është me sprova. Në xhenet s'ka mplakje, s'ka smundje, s'ka sprova, po sprovat këtu neve na ngritin. Asnjë sprovë këtu nuk është në disfavorin tonë. Çdo sprovë që Allah e çon favorin tonë. Madje unë po them, vetë pyetja e personit është një sprovë pozitive, sepse ai po bën pyetje për me dal nga kjo sprovë. Kështu që do thotë nuk ka vend për dëshpërim. Hapi parë mbaroi, kështu që le të shkoj drejt suksesit. Do të vazhdojmë tani, do të mirpresim telefonues të tjerë. Alo? Assalamu alaikum. Aleikum selam. A jeni lo? Jo, si po kaloni? Çfarë pyetje ke sot? Një pyetje për hoxhën. Ju më apo dy, nëse më lejohet. Pyetja parë është kur është koha e iftarit, ne e shtrojmë sofrën e i lajmë duart dhe mendojmë që ka thirrur ezani i iftarit. Dhe e prishim por për 1-2 minuta që ka thirrur ezani i iftarit. Para se me thirr 1-2 minuta ezani i iftarit. A e kemi prishur agjërimin ose a kemi bërë gjuna që e kemi prish para iftarit? Për një person është. Po, pyetja e dytë cila është? Në muajin e Ramazanit kur është, nëse nuk e dim të lexojmë arabisht Kur'anin, a mundemi të lexojmë të gjithë Kur'anin shqip? A marrim sevap të lexojmë shqip Kur'anin të gjithë? Shumë bukur e ke bë pyetjet. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Ditën e mirë. Natën e mirë. Kalofshi mirë. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Alo, noni? Alo? Alo? Po? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Të lutem, mundesh me u largu prej televizorit, ose vetëm me ja ndalë zërin, edhe dëgjohemi vetëm përmes telefonit. Po, më falni, po. Cila është pyetja? Edhe u që në ndëru, edhe të ishta me ty, i kanë dalë në rrjetet sociale kampanje smart se gjade, më thonë si kur telefonat smart, edhe ajo automatikisht të ndihmon për fillestar për me mësu namazin. A preferohet ajo? E kuptuam. Edhe pyetjen e dytë më falni, ishta më ndërlidh me atë ndëgjuesin që shumë pak mbrita me ndëgju, jam një person që kam përjetu 3 herë depresion, edhe e kam kalu 3 depresionet, shkallës 3, se ka të bëj edhe me mjekësim në shkollën e mesme, edhe kur kemi mësu në shkollë, normal neuropsikiatria i shpjegon këto gjëna. Nëse se tham se di ma shumë se hoxha largësoj, a i din mi që një herë më mirë se onë, mirë po edhe të ndërlidhet pak, po ka rëndësi shumë feja, të më tonë religioni jonë feja islamit. Dhe ajo që sa hoxha është mëse e sigur, mirë po duhet edhe të shkoja i person të psikologu, të konsultohet pak edhe me mjekun. Faleminderit shumë për këtë këshill. Shikuesin. Për çfarë arsye po them, personin vetë kam për një këto, edhe kam kaluar edhe me ndihmën e tokëve, me lutje, edhe me ndihmën e mjekut. Faleminderit shumë që e shpalose këtë përvojë. Faleminderit juve, natën e mirë. Natën e mirë. Aleikum selam. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Urnoni? Përshëndetje. Përshëndetje.
Selam aleikum, gjithë stafin, ju përshëndes. Aleikum selam, falenderit. Isha 2 pyetje që se ka mundësi për Hoxhën. Pa tjetër, unone. I kum shkru edhe djen, i kum shkru veç shkreme kum bu, por nuk më kthy përgjigja kur të lexojmë Kuranin arabisht. Tash është aty sejdja. Edhe në çast sejdje çfarë do të më thonë? A do të më thonë vetëm një herë, a do të më thonë Allahu Ekber, të na më bëj subhane rabbil ala vetëm një herë? A çysh do të më vepru në këtë rast? Edhe pyetja e dytë është për salat e vitrin, e di që nuk është farz, po është vajib, është sunet. E qartë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Tani dashur miq, ne do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak për të vazhduar me këtë emision. Jemi rikthyer të dashur miq për të vazhduar tutje përmes emisionit Dritarja e Agjëruesit me Hoxhën Sadat Rustemi. Do të trajtojmë tani pyetjet që janë bërë pak më herët prej telefonatave dhe do të mirpresim telefonues të tjerë. Në fakt, inkuadrojmë telefonatën e radhës tani. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Në pyetje për Hoxhën. Më falë pastori me pyetje për Hoxhën, mos është imam në Obiliç? Jo, Hoxha është imam në Prishtinë. Në Prishtinë, se ka qenë edhe një natë dhe shumë ka pëlqyer shumë në vërtetë ka ato shpjegime edhe të qarta, të shkurta, sakta, shumë me vend. Kam një pyetje se isha një famë në Obiliç për çfarë për vend Obiliçit. Edhe erdhi pyetje, tha dikush që boni pyetje aty. Çka është shpirti? Ç'është shpirti? Janë era tema, edhe Alici Hoxha ka një farë definicioni për shpirtin, po shpjegon. Gjë se shpirti që ka është 12 gram kofomja po letaj ka kur po talë ta shpirti edhe masanena që shkone që shemerë Allah e naktin gjithin dhe deri në ditë të kamjet. Une u qëtita që ka Muhameti a.s. kër e ka marrë vesh drejtat e tina dhe ka përmu edhe mekanizme përmu shtetin edhe islamin edhe ka shkarë 3 ekipe kanarë, 3 musafe për me pyqë. Kjo pyqe, që ka thorë këtë më punë edhe profet, edhe Muhammed, atë shkojme të pyqe me shka është punë. Për të vërtetuar profetsin, po. Edhe ata e kanë pyqe. Pyqen e pare kanë pas për dhut kaninin që ka shetit lindje përëndim, pyqen e dytë për ata 3 jep të shpelës, të se Hoxha i gjeni këto. Dhe për shpirtin. Edhe pyqen e teti kanë thonë, qka është shpirti. Ajo ka përgjith shpirtin për këtë pyetje, këtë me Allah. Do t'japë edhe Hoxha përgjigjen për këtë çështje. Dhe mu po më duket krejt që edhe njëherë ke telefonu për këtë pyetje, po? Jo për që për tjetër. Ose ndoshta dikush tjetër, ama kështu me çështja e 12 gram shit po kujtohet. Mirë po, ndoshta dikush tjetër e ka dëgjuar njëjtë sikur ti. Faleminderit shumë për këtë telefon. Ora kum telefonuar, pashtë jo kum telefonu për gurin e çfarë. Po për gurin, edhe për gurin, po më kujtohet. Faleminderit shumë. O bojar, faleminderit. Mirëmbetëshi. Vazhdojmë tutje, mirëpresim një tjetër telefonat, alo? Është shkëputur, mirë, do të vazhdojmë tani me përgjigje. Thot, nëse në prag të iftarit ulemi dhe pa një pa dy e shijojmë ushimin, a kemi prish agjërimin apo si trajtohet? Jo, por pak nuk është prish agjërimi, do thëtë si pas asaj që djetarët islam e theksojnë, sepse në rastet tilla është prej gabimit kjo ndodhë, të mendu që veç ka ardhë koha. Disa persona e kanë këtë. Po, nëzitimin. Nuk rezistojnë. Po, me gjithatë është mirë mes me ungut, sugjerimi jonë është që mes me ungut. S'ka nevoj me e bo kaza, pra me e përserit atë ditë, mirë po kujdesit do tjetë, pra mes me nëzitu. Nëse kemi të bojmë pra me fëmijë të vegjel, aje nuk është të problem, do thëtë ata që nuk e kanë obligim, por me gjithatë do thëtë mes me ungut, tani ke mundësit nëse nuk ka xhami afër të vendbanimi i pyetësit që bani ose pyetësja, atëherë përcjellemi përmes ekranit PIS-TV-s ose do thotë rrjete sociale edhe në momentin që bëhet koha atëherë ose përmes orës edhe fillon iftari. Po është mirë mos me nxitu para kohë. Qartë. Thotë nëse s'dim arabisht me lexu Kur'an, a bën shqip dhe a kemi sevape? Po, bën me lexu shqip, madje është mirë. Do të për dikë
Prej triturve është kjo, ndërsa voglushja duhet me mësu me lexu Kuranin, apo jo? Po, gjithsesi. Se telefonoj. Gjithsesi, edhe voglushja, edhe triturit e kanë mundësinë, edhe në muajin e Ramazanit, edhe jashtë muajit të Ramazanit, mirë po derisa të arrijnë me mësu Kuranin origjinal, mos me marë si diçka se shpesh disa persona e paraqesin një lloj pengese. Unë nuk muj, nuk di. Kjo konsiderohet një problem i madh, po them te shkencat psikologjike ku personi e shpreh një pamundësi kurse në fakt është i mundshëm. Se i njëjti person i njeh programet, është i integruar për shembull. Dhe ka mundur të mësoj shumë gjëra tjera. Gjithsesi gjuhë të huaja edhe shumë çka, Allahu xhelle xhelalu nuk e ka akredituar asnjë gjuhë të huaj më shumë se sa leximin e Kuranit. E ka thonë më shumë se një herë në Kur'an. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir. Ne e kemi lehtësu Kur'anin për ta mësu, për ta memorizu, për ta kuptu, a ka të intereson. Pra i bie që mësimi i leximit të Kur'anit është fare i lehtë, por don seriozitet, edhe don përkushtim, madje po themi që ai që me lehtësi të gjitha grup moshat po themi, derisa na kemi prej xhamatit moshën 70 vjeçare, fillon leximin e Kuranit për një kohë të shkurtë, brenda Ramazanit veç fillon me lexu, ai që është më i ri e ka dhe më lehtë. Po tani edhe natyrshëm që memorizimi dhe aftësitë nuk janë të gjithë njësoj, por ai që vonohet në mësim, shpërblimin e ka më të madh. Kështu ka ardhur një hadith sakt pejgamberi sa më thotë se ai që ka vështirësi në mësimin e Kuranit, në leximin e Kuranit, e ka shpërblimin më të madh se ai që ka lehtësim. Kështu që mos të nalet ai i cili ka vështirësi, për shembull nuk mund me mësu brenda një muaji, mëson diçka këtë muaj Ramazan, vazhdon muajin tjetër. Vjen Ramazani tjetër e gjen të gatshëm me leximin e Kuranit. Por edhe ai i cili, pra për momentin, nuk din me lexu Kuranin në gjuhën arabe, e lexon gjuhën shqipe. Dhe ka shpërblim për mësimet që i merr. Pra e lexon fjalën e Allahut, njoftohet me përmbajtjen e Kuranit. Çfarë përmban Kurani? Mesazhet, thirrjet, sugjerimet, këshillat, urdhëresat, ndalesat, pra për këtë këto shpërblet sepse është duke marr dije hyjnore. Sejadet smart apo të mençura a bën me i përdor? Nuk është mirë me i përdor ato për faktin se aty ka shkelje fetare, për faktin se do thotë kemi të bëjmë me shkelje me këmbë të citateve ose me radhë mbi citate ose të ngjashme, janë pengesë kurse kemi mundësi do thotë forma tjera që janë më të lehta, pra qoftë me fletë, e merr fletën ose telefonin, edhe pse po them fare lehtë mësimi i namazit nuk don madje as ditë, nuk don edhe shumë orë për me mësu. Kjo çështje është edhe çështje komerciale që po tregtohet përmes rrjeteve sociale dhe në anën tjetër kjo e çon në regres personin, sepse e shtyn mësimin. Personi zakonisht është i prirë, gjërat që i merr të gatshme e ka më të vështirë pastaj mu adaptu me to. Dhe me u pavarësu për edhe mu pavarësu për ty një gjithsesi, kështu që sot ka libra, edhe nuk kërkohet shumë dije për me u falë. Pra, me aq sa di me fillojmë namazin. Po themi një person është bin që është koha drekës edhe 1 orë dhe duhet me fal drekën. E fal me aq sa ka dije. Madje asnjë sure nëse nuk e din me thon Allahu Akbar me kaq. Pastaj e mëson bismillahin, e mëson elhamin, pastaj shkon suret e shkurta që krejt që to kompletohen më rana një dite. Edhe kaq, do thotë nuk ka nevojë më tepër me. Pra esencialisht kjo sejade nuk bën të përdorur. Nuk bën të përdorur, nuk është mirë do thotë jenë pjesë do thotë e namazfalësve sepse do thotë ka komplikime, ka shkelje, ka edhe do thotë përmes aplikimit të tyre ka edhe mëkate e kështu me radhë që është më mirë me ik atyre se sa të përdoren. Po, tani kalojmë tek ajeti i sejdës, thotë si më e bë dhe çka më thon. Ajeti i sejdës mirët tekbiri Allahu Akbar edhe shkon sejdë ose subhana rabbiyal ka lutje. Po, edhe subhana rabbiyal ala me thonë, do thotë mjafton me te, do thotë edhe me kaq përfundon. A ka ndonjë kriter gjendja nëse është grua me shami pa shami? Po, personi do thotë nëse është femër gjithsesi, do thotë nuk kushtohet sepse kjo është jashtë namazit. Nuk kushtohet shamia as për leximin e Kuranit, as për këtë sejdë. Por nuk kushtohet sepse kemi të bëjmë me jashtë namazit. Nëse është namaz ka tjetër çështje. Thotë vitri është vajib apo sunet? Sipas shkollës hanefite është vajib vitri. Sipas shkollave tjera është sunet i fortë. Po. Kalojmë tani te çështja e shpirtit. Po, do thotë pyetsi parashtroj, zgjeroj dhe elaboroj atë çështje. Pra,
Gjithsesi, shpirti është një prej komponentave që jemi të krijuar ne dhe Allahu xhalla xhelaluhu nuk na ka dhënë shumë detaje për çështjen e shpirtit, pra si krijes që ka kriju Allahu xhalla xhelaluhu, kështu pra tek personat që kanë ardhur me pyet pejgamberin sa për shpirtin, Allahu xhalla xhelaluhu i ka shpall fare shkurt. Yes elune kanë ruhi, qul ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, të pyesin ty për shpirtin, njoftoj tregoj që shpirti është kompetenca e Allahut xhalla xhelaluhu, si krijim, si krijes, si formë, si materie kështu me radhë, dhe nuk ju është dhënë juve ditori vetëm se pak, qoftë për shpirtin, qoftë edhe për gjëra të tjera. Pra, sikur të ishte e nevojshme ne me ditë për shpirtin, për çfarë materies është, çfarë përbërje ka, e të ngjashme, Allahu xhalla xhelaluhu do të na kish mjaftu. Kështu që është mirë, kjo është një edukat në raport me Allahun xhalla xhelaluhu, ne si besimtar me u nal aty ku është nal Allahu xhalla xhelaluhu. Sepse nuk kemi ndonjë interes, nuk shtohet imani nëse ne dim më shumë për shpirtin, madje Allahu nuk do të na merr në pyetje për te. Në momentin që thellohemi, ne e kompleksojmë vetveten dhe humbasim kohë, krijojmë probleme obsesive ose kompleksitet të vetvetja për te, sepse ju kanë qas filozofët e hershëm, janë mundu, do të thotë, në të kaluarën me nxjerr detaje, absolutisht shkenca nuk ka kafru ndonjë detaj, sepse kjo është çështje ekskluzivisht hynore, është kompetenca e Allahut xhalla xhelaluhu, prandaj nuk ka nevojë, do thotë, me u thellu në gjëra që ne nuk i njohim dhe janë të pa akceptueshme për ne që ne detajojmë më tepër rreth tyre. Mirë, vazhdojmë tani me telefonatat të tjera. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për hoxhën, po ta bëni të shumësi. Po? Unë jam një namazli. Po punoj dëmtari. Po namaz notë kam dëshirë më shku, po që të luat që të bëjt të në ditën të punu deri në vakt, ja gjithu e paraj këtore, po luat një për rënotën shumë, ka të bo namaz notë dhe kështë shpe. Po ka që me bora trari për shumë shpe, qa maj me bohu, që shme a boha, që me boha. Në më thënë ti e falë namazin e natës në shtëpi, apo? Po kam qërë në shku në qani, po shkën gjone e vizit në valjat një, po luat një, po luat të në ditën në kom. Falenderoj për këtë telefonat. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje rreth leximit të Kuranit. Në traditën time gjatë leximit të Kuranit, zakonisht lexoj edhe shqip, do të thonë lexoj për shembull një kapitull, pastaj i kthehem edhe lexoj edhe ajetet shqip. Edhe në këtë Ramazan kam fillu kështu, deri në gjysmë kam rri me lexu edhe shqip edhe arabisht. Për tash po e shoh që nuk e dia do të mund me përfundu edhe shqip edhe arabisht deri në fund. Pyetja ime është se a është më e dobishme me vazhdu me lexu vetëm arabisht për me mrri hatmen, apo ndoshta më e mirë edhe nëse nuk e mrri hatmen për me lexu edhe shqip, sepse më pëlqen shumë kur e kuptoj edhe kur e di se çka po lexoj. E kuptova me këtë pyetje, faleminderit. Faleminderit për juve. Selam. Aleikum selam, vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po? Apo dëgjohemi? Po, shumë mirë. Unë e kam një pyetje, djalim jeton në Amerikë, po nuk më bën Ramazan, a bën me bo një shpagim edhe si duhet me bo e ku? Apo më dëgjoni? Po. Edhe një pyetje kam për, edhe pse s'është koha e haxhit, për prindin e vdekur, që ka bo namaz krejt jetën, unë nuk e di, a është ma rëndësishme me shku dikush bedel në qabe, apo me bo ndonjë bamirësi kështu për shpirtin e prindit, për shembull. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Thot, falem, punoj, lodhem, e fali namazin e natës në shtëpi, por kur isha të tjerët të shkojnë në xhami, lakmoj edhe unë një këshill. Edhe për pyetjen edhe për të tjerë, namazi natës, që janë edhe taravit namazi natës, edhe tani 10 që në fundit tani që është bë
kushtimisht po thënë tradita dhe në vendin tonë pe pas luftës, këto e namazë vullnetare, nafile, namazë vullnetare, që parimisht pra falet në shtëpi. Organizohet në xhami, falet në xhami. Pra nuk ka kur farë pengese, kur farë problemi me o falë edhe në shtëpi. Nëse personi, sidomos nëse është i lodhur, nuk ka xhami, xhamia është larg, ose nuk mundet me imbri, do thot falet në shtëpi. Qoftë vetë, qoftë me antar të familjes. Dhe për inkurajim edhe Muhamedi a.s. është falur në shtëpi. Është falur në shtëpi dhe madje do thot namazi natës është nis nga shtëpia, pra është nis që me u fal vetmas. E kështu që ai për lakmin që u amer të tjerëve ka shpërblim, sepse veprat në Islam shpërblehen te Allahu sipas qëllimit, sipas niyetit. Kështu ka thënë pejgamberi sa ai që ka ambicie me bën një vepër të mirë, i shkon mendja, edhe nuk mundet me bën shënohet një sevap, një shpërblim. Nëse realizon i shënohen 10. Kështu që ky shpërblehet, por ne ti balancon mes lodhjes që ka për punën që duhet me bë, sepse sigurisht është ndoshta kujdestar i familjes dhe i kërkohet me punu, atëherë sa të kish mundësi pas iftarit pushon një kohë, e dikur do thot kur të kish mundësi ngritesh fal namaz në shtëpi, ose edhe në kohën e syfyrit është kohë shumë e mirë për namaz, do thot namaz natës ose namaz vullnetare. Gjatë vikendeve, nëse tipet mos jam shkon në xhami, shkon, në ditë që kjo është e mirë hoqë sepse nuk bën atë ndarjen, o punë o namaz, por e bën kombinimin sipas mundësive. Po, sipas mundësive. Pra kjo një qasje e bukur. Po, patjetër sepse kjo është modeli që ka sjellë Islami. Do thotë Islami Allah xhela xhela kështu e promovon fenë e tij. Në suratul Hajj Allah thotë: "Wa ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj." Allah asgjë në fenë e tij nuk ka bën vështirësi. Mirë, po njerëzit duke mos i njoft gjërat në reale i krijojnë vetvetes vështirësi. Por ndryshe do thotë gjërat janë fare të lehta, por kërkohet me bën një kombinim sipas mundësisë që e kemi dhe kështu arrim mjaftueshëm inshallah shpërblim. Thot lexoj me kombinim. Ta zëm një faqe arabisht, pastaj të njëjtën në shqip për të kuptuar. Cila më e duhur? Të synoj ta kryej hatmen apo kështu me që edhe po ndjehem më mirë? Parimisht edhe për pyetjen edhe për gjithë të tjerë që po na përcjellin audienca, nuk është kusht, nuk ka farz me kryej hatmen. Se disa njerëz kur e kanë marrë si obligim gjithçka në Ramazan me bën një hatme. Nuk ka patjetër. Kjo krejto janë vullnetare, janë nafile. Mirë, po unë sa kam lexuar dhe sa kam dëgjuar, forma që e parashtroj pyetja është më e mira, më superlativja. Madje jo vetëm për ne, po edhe për vetë arab folësit, që nuk e kuptojnë gjuhën e Kuranit, preferohet kjo, me marrë ndonjë tefsir, koment Kuranit, lere më për ne që nuk e njohim gjuhën arabe. Kjo është forma më e mira, që e lexon, për shembull, një sure të shkurt, ose një flet Kuranit në gjuhën arabe, i kthehesh në gjuhën shqipe, për ta kuptuar se çka flitet. Kjo është më e mira. Nuk ndërlidhet asgjë, nuk është kurfar kriteri që me përfundimin e Ramazanit ti do të përfundu hatmen. Unë mendoj që pyetja futet në po e përgëzoj, futet në citatin kuranor ku Allah xhel xhelal thot: "E fela yatadabbarun al-Quran", përse nuk po i qasen studimit të Kuranit. Dhe dietarët islam kur e komentojnë këtë pjesë të citatit thonë, pra fjala është me u thellu në studimin e Kuranit. Kjo veç është të bëj studim, sepse po e lexon në gjuhën origjinale dhe po i kthehet komentit çfarë po na thot Allahu lidhur me këtë. Kështu që le të vazhdon, pavarësisht a e kryen apo nuk e kryen, për atë sa lexon kjo ka shpërblim. E që i bie se në momentin që stopon për shembull leximin në gjuhën shqipe, vazhdon vetëm me gjuhën arabe, ai ka shpërblimin që ka lexuar në gjuhën arabe, mirë po i mungon njohuria. Kështu që le të vazhdon me këtë kombinim, mendoj që kjo është forma më e mira. Pyetja tjetër thot djali nuk agjeron, a bën të bëhet shpagimi për të? Jo, nuk bën me bë shpagimi për ta, ai duhet me agjeru, pra ne t'i flet djalit që të fillon me agjeru. Kur të fillon me agjeru, pastaj do thot varësisht për gjendjes, nëse është i smur që s'mund me agjeru, atëherë vjen shpagimi. Por ndryshe në gjendje normale nuk bën me bë shpagim. Për prindin e vdekur më mirë një haxh, bedel pra apo bamirësi? Më mirë është haxhi, sepse haxhi është obligim, dhe në anën tjetër, nëse personin fjalë nuk ka pas mundësi me kry gjatë jetës tij, është dera hap e bedelit pra që i bie,
ka mundësi me autorizu dikon edhe me kry, i paranohet për haxhi, për te, kështu kemi hadithet shumëta nga pejgamberi alayhis salam që në kohën e tij, do të thotë ka pas raste të tilla, sikur që është rasti një X personit ka qenë pejgamberi duke bërë tawaf dhe kanë dëgjuar një person duke bërë njet haxhin për dikon tjetër, e ka pyet pejgamberi alayhis salam, a e ke kry haxhin për veti? Ka thënë jo. Thotë kry haxhin për veti, pastaj për te. Edhe hadithet të tilla kemi të shumta që pranohet pra haxhi për të vdekurin që tani më njihet edhe në vendin tonë shoqërinë tonë si bedel, i bie pra me kry dikush tjetër për te, më së miri pra është me kry haxhin e pastaj nëse ka mundësi me dhon për te në formë sadakas ipet, pra sadaka përgjithshme. Mirë, vazhdojmë edhe me telefonues të fundit. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desa më i kuadru për në vënë një pyetje e vërë në shpagimin e Ramazanit. Unë kam një kompani edhe realisht i kryjm iftarët gjithë muajit për krejt stafin që e kemë. A mujna me kuptu vrana kësaj që përfshihet ky shpagim për babën këtë rast, apo na dohet me bo ekstra shpagimin për këta? Allah ju nderoj. Pra ju ofroni iftare në kuadër të mundësive për punëtorët? Po, për krejt stafit, gjithmonë të Ramazanit. Mirë. Nuk ndëgjova? E qartë. Faleminderit, Allah ju nderoj. Edhe juve. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Bëj një pyetje për hoxhën. Po. E bëj hot me koronin një gjurë në arabe. Po, a ban për të vdekon një abodohon, a vetëm për të gjallë. Edhe kjo pyetje shumë e bukur. E për të vdekur, a ban me bëhot Po, që tash ka me të përgjigjë hoxha. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë, nësë është edhe telefonata e fundit fare, do ta inkuadrojmë. Asalamu alaikum. Aleikum selam. Kam një dy pyetje të shkurta për hoxhën. Po. Rreth faljes namazit persona cilët falen në karrike. Kur të fillon namazi, apo do të mënej qëndrimin ka me bo rresht drejt me safin, apo do të më ngre karrikën më përpara, në mënyrë që në të jatë mënej bashkë, mënej drejt me safin. Edhe pyetja e dytë e njëjta me karrikë. Po. Në mungesë të imamit, apo ka drejt me dalë personi i cili falet në karrikë me fal namazin. Personi në fjalë, në kam rrinë mirë, qëndrimin kam e ka të mirë, rukun e bën mirë, po sejdën edhe të jatin smonet. Faleminderit shumë. Po, e qartë është. Faleminderit. Asalamu alaikum. Aleikum selam. A mund të konsiderohet shpagim për babain nëse u japim punëtorëve tradicionalisht iftarin? Nëse ata janë të varfër, edhe zakonisht punëtorët e krahët, po themi tek ne janë të varfër. Kryesisht janë të varfër, unë po them me pa modestime atë so kam lexuar edhe ndëgjuar nga dietarët në këtë aspekt, do thotë punëtorët tek ne, punëtorët fizik që janë, derisa një pjesë të madhe të tyre ju takon zekati, sepse nuk i mbulojnë shpenzimet dhe nuk arrin dot, do thotë të mbulojnë shpenzimet, nevojat që kanë për kohën tani, pra llogaritën pra të varfër që kanë nevojë më ndihmë, inshallah konsiderohet inshallah. Dhe duhet rregulluar çështja e jetit paraprakisht këtu apo patjetër, do thotë që personi në fjalë këtë do thotë e bën jetë se veprat do thotë duhet i shoqëroj njëti, qëllimi që këtë vepër po e bëj për këtë, por nuk është iftari përgjithshëm, por është iftar me një të shpagimit. Pra edhe kështu zatën do thotë se është janë shpagimi është disa forma. Dhe kjo hoxh ndodh gjatë gjithë muajit Ramazanit dhe i njëjti ka tazëm 30 punëtor. A e mbaron me një niyet një ditë të Ramazanit apo çdo ditë duhet konsideruar kështu në mënyrë që ta ketë më të qartë? Personi do thotë për ditët sukur këtë vit që është 29 ditë, pra i bën 29 shpagimi. Tash qoftë që jep në fund të pagesës ditore,
qoftë qatë shumë e shëndërën shujtje, pra në momentin që i ushqen pra 30 të varfër, që ata 30 varfër mundet për njëherë, ose mundet disa ditë, 10 një natë, me kaq e kryen obligimin. Tani ai mundet edhe 27 ditë tjera në formë vullnetare, ata ju shtruaj iftar, ai konsiderohet iftar do thotë i përgjithshëm. Po. E qartë. E pyetja tjetër, thot a duhet me bë dua edhe për të vdekurit pasi ta mbarojmë hatmen, me i përfshi edhe të vdekurit. Aja që dietarët islam theksojnë te çështja e leximit të Kuranit, pra dietarët islam e theksojnë 4 shkollat juridike dhe dietarë tjerë, pra dietarët më eminent islam, se shkon sevapi edhe për të vdekurit. Prandaj personi e lexon për vetvete. Kështu secili që lexon Kuranin e lexon për vete. Po nëse don me shtin sevap, me edhe në të rast pyetja ishte për lutjen në fund, pas hatmes. Po mirë, në këtë lutje, sepse lutja shoqërohet me leximin në fakt. Këtë lutje personi e bën si rezultat i leximit të Kuranit, edhe don me lut Allahun xhelaluhu, mundet me lut Allahun xhelaluhu, o Zot, dedikoja sevapin e këtij leximi që e bën edhe babës, edhe nënës, edhe gjyshërve, pra në mënyrë të përgjithshme. Nuk ka ndonjë argument të drejtë për drejtë, sepse shpeshherë xhamati din më na pyet, a ka ndonjë argument? Pra nuk ka ndonjë argument sepse nuk i ka paraprit kjo metodologji në kohën e shpalljes, sepse njerëzit kanë lexuar vetë Kuranin për vetvete. Kjo çështje është bë e njohur tek ne vonë. Mirë, po në bazë të asaj që e kanë trajtuar shkollat juridike, kjo quhet vepër e përgjithshme e mirë. Dhe për veprat përgjithshme të mira ka pajtueshmëri të dietarëve që ju shkon sevapi. Pra ju shkon sevapi, kështu kanë cik dietarët islam. Prandaj do thotë kur bën dua, ne të shtin edhe gjallë, edhe të vdekur që kanë anëtarët e familjes, ne shpresojmë që çdo vepër e mirë që bëhet, sikurse edhe sadakaja. Një person e sadaka, pra don me shtin një jetë në shpërblim edhe prind që ka të vdekur ose gjyshrit, shkon inshallah shpërblimi edhe për ta. Po çështja e karrigës në saf, a duhet të ngrehet më përpara apo më mbrapa, si duhet vendoset? Parimisht bojar vëllaun e kam një këshill për gjithë ata që falin karrige. Është bë si shprehi, fatkeqësisht në shumë xhami është bë lloj shprehie. Nuk po flasim për një pjesë që e kanë domosdoshmëri. Po flasim që është bë dhe shprehi. Për njerëz që vjen deri në xhamin kam, hec mirë, ulet mirë, po sheh një komoditetin karrik. Kjo gabim. Namazi i tij është gabim, kështu më fal. Ai i cili ka domosdoshmëri që nuk mundet me ul, përdoret karrika. Mirë po, do të ishte mirë që personi me provu më ul në tokë, pa karrige. Ma mirë është mu fal në tokë, pra merr tekbir, po ulur, merr tekbir fillestar. Sot mundet qëndron kam. Së mundet me qëndron kam, ul pa karrige. Kjo është më e mira. Edhe nëse ma nuk mundet me ngrit për rekat dytë, është më mirë se sa në karrige, sepse e prek tokën. Kjo është sugjerimi i dietarëve është kjo, numër 1. E pastaj, nëse personi pra nuk mundet me nejt ul pa karrige për shkaqe të ndryshme të ndonjë pjesë të trupit, atëherë përdor karrigen. Pra kjo ishte sa i përket përdorimit ose mos përdorimit të karriges, dhe mos me bësh shprehi. E çështja tjetër është që karriga do jetë në saf me personat. Në saf kur ngritet në kam, personi që i përdor karrigen do të jetë në saf me ta, por mundësisht karriga mos të jetë që i pengon ato personat mbrapa. Pra mos jetë me një madhësi që e pengon safin mbrapa. Pra të jenë, do thotë, në një formati, një modeli që pra nuk e pengon as personin afër, as ata mbrapa. E tani gjithsesi që kjo tash kushtimisht po them në për gjitha xhamijat tona është bë pak rutinë dhe kompleks në fakt që pengohen personat për rreth personit që përdor karrigen, ose për shkak të formatit karrigës, ose për shkak se personi ose shtyhet shumë rrapa ose ju del përpara. Kështu që është mirë në fillim kur ngritet me marr tekbir të jetë në saf me ta. Kamët e tij të jenë në saf me ta, edhe nëse është karriga pak më mbrapa. Nuk prish shumë. Dhe thot i njëjti, a mund të dal imam, pra, duke u fal me karrige? Nëse nuk ka më të ditur se ai, mund të del, do thot, nuk ka problem. Faleminderit shumë aq. Mirëmbrëmje. Dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm. Mirëmbëjtje dhe miru takofshim në emisionet e tjera.